Dhe lusë Allahun te bareke ve taala me na dhënë beriqet dhe me na bërë neve për ata të cilat i dëgjojnë fjalët e hakut, i kuptojnë në mënyrë të saktë dhe i zbatojnë. Ky libër, siç është lajmëruar, është 3 themelet ose 3 parimet. Autori është imami eminent, Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Prej dashurisë të këtij imamit rahimahullah për ummetin dhe dashamirësia për ummetin, i ka shkruar Sheikhul Islam rahimahullah posaçërisht këta libra që të jenë mësim për muslimanët, që ta mësojnë fenë me kuptim të drejtë, të saktë, që me shpëtuar veten dhe familjet e tyre dhe të afërmit e tyre prej zjarrit. Se Islami është fe e cila ndërtohet mbi argumente të qarta, të prera. Dhe posaçërisht këtu autori Sheikhul Islam rahimullah na mëson këtë gjë, me pasu Islamin me argumente. Pa argument nuk pranohet për askujt fjala. I vetmi që pasohet verbërisht, pa pyetje, pa kushte, është i dërguari Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të tjerit të gjitha duhet me sjell argumente. Se si që thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma, unë po a them juve, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ju po ma ktheni, ka thënë Ebu Bekri dhe ka thënë Omeri, kam frikë se do bin gur nga qielli. Edhe kjo tregon domethënë ajo kapshmëria e palakundshme mas argumentit. Jo me të lënë dikush për shkak pozitës që e ka, për shkak vlerën që e ka, ti ta pasojsh atë çorazi. Por patjetër duhet me argumente.